as nuk përgjigjen në mesazhet telefonike. Tash duhet pak ta shohin edhe për masën që ta kuptojnë realitetin. Jo vetëm unë, por jo vetëm kryetarja e kuvendit që është ushtues i detyrës presidentes, por edhe zëvendës kryeministri, po edhe ministri i financave Hekuran Murati, që të gjithë kanë më shumë vota se kryetari i PDK-s. Çfarë të bëj unë që kryetari i partisë më të madhe opozitare i ka 4 veta të vetëvendosjes më të votuar? Ose çfarë të bëj unë që kryetari i partisë së dytë opozitare i ka 10 veta të vetëvendosjes më të votuar? Syna së ndajtë që të parë, ama kjo është realiteti, këtë kanë thënë qytetarët. Dhe unë po detyrohem ta përsëris, sepse po detyrohem ata që në një sjellje jo shtetërore e anti-institucionale ta mohojnë realitetin, ta mohojnë vullnetin e popullit, ta pranojnë për të mos e respektuar. Kjo është situata që ndodhemi dhe për lidhje me kryenegociatorin, kryenegociator se shkoj gazetari. E pat me nxitim diku më vonë. Dhe më thonë ku isha te kryenegociatori, po. S'kthehet ai më, a kthehet? Ata presin është ajo. A presim dhe sa të kthehet? Derisa të kthehet më na tregu çka ju keni shkruar I kam shkruar që të vinë seancë, që të takohemi, por që të mos e le për gjysmë, ja përsërisim edhe një herë gazetarit të nderuar kur të kthehet. Që kryenegociator e kam emëruar ambasadorin ton në Bruksel, Agron Bajramin, i cili ka qenë kolegi juaj, siç e njihni ju edhe më mirë se unë. Por kryenegociator më herët ka qenë Besnik Bislimi. Pra, jo Glau Kënjufsa. Glau Kënjufsa është zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, nuk është kryenegociator. Glau Kënjufsa është zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës për negociata teknike. Pra, një farë mënyre ata këtë caktojnë nga Beogradi për dialogun e mëdhëtjeshëm, homologu i tyre nuk është më Besnik Bislimi, po është Agron Bajrami. E fundit, Leonita Bajrami, Top Channel. Kryeministri përmendet 15 nënshkrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës që vetëvendosja ja ka kërku vetë në kohën e 25 prillit që e thatë edhe jo. 15 nënshkrimet Abdigjiku ka thënë që i bën, vetëm kërkon nga jo t'i keni 66 deputet në sallë që votojnë për kandidatin e tyre që mund të jetë Vjosa Osmani. Për këtë, a i keni ju 66 vota të sigurta nëse LDK-ja e bjen të shkrume Vjosa Osmanin si kandidate për presidente sonte, nëse ndodhë sonte, edhe e dyta qysh po priteni me vazhdu seancën për zgjedhjen e presidentit, kur jemi të ujpa që janë 64 deputet maksimumin në sallë që edhe votimi i natës së mbrëmshme konsiderohet që është antikushtetues për faktin që e ka përmbyll procesin në kuptimin që duhen 80 vota për të qenë falin kutit votimit për me pas kuorum edhe me vlejt raundi për votimin e presidentit. Pra, kryetari i LDK-s nuk tregon për kë i ka 15 nënshkrime, po thot a mi garanton ti mu 66 vota në kuti që janë të fshehur aty. Se votimi është i fshehtë. Pra, 15 nënshkrime, pa emër të përveçëm sipër, me datën e pardjeshit, ja u tregon juve, jo mua, dhe thot, a mi garanton ti mu 66 vota në kuti. Kjo është totalisht e palogjikshme. Më falni, kjo nuk është serioze. Unë jam kryeminist serioz. Kush dëshiron të bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje, duhet në sjell listën me 15 nënshkrime dhe me emrin e kandidatës apo kandidatit të LDK-s për president. Dhe më pastaj, atyre 15 nënshkrimeve, ne ja shtojmë 15 tjera, pasi që të flasun me profesorin Hatixhe Hoxha, se po t'ishte edhe PDK-ja, do të mund të vinin nga PDK-ja. Prandaj ne patëm thënë 3 kandidat. Në këtë rast, ne duhet ja marrim një kandidatit ekzistues dhe t'ja japim kandidatit të LDK-s
që s'po e tregojnë emrin ende zyrtarisht. As tek ju, as tek unë, por vetëm se po e përfolin pa ja dhënë vullën e vendimit të kryesisë së LDK-s. Le të mon kryesia e LDK-s mbledhje, le të tregon për çka janë këtu 15 nënshkrime, le të jaqet datën e sotët që të padrjeshit. Nuk është mirë data e padrjeshit. Besoj pajtoni me mua. Data duhet jetë e sodit. Le të jaqet lartë për këjën ato 15 nënshkrime, ne mandej ja bashkangjesim edhe tjerat, edhe vim në seancën e kuvendit ku e kemi në orën 19. Unë nuk përcaktoj se kush do të jetë kandidati i LDK-s. Ju lutem mos ma kërkoni edhe këtë gjë. Faleminderit shumë. LDK-ja duhet të caktoj kandidatin, ju lutem jo unë. Më vjen keq që nuk u kthye kolegu juaj, po besoj që shi me herë të tjera. Faleminderit shumë.